me që zoom tokën, I keni certifikatët? Jo. Nuk është anu akoma. Pa azhurnim. Pa azhurnim. Me AMTP. Pagujmë tatimin. Me atë letrën e 94-s. 91-shit. Ashin e marrë tokën. Ma atë pagujmë legët. Autorizim quhet. Akti marrë tokës pra, ai është akti I parë. Tokën përdorim. Nuk keni. Tokën përdorim. Jo më ja. Po? Po mirë, ju po ikni. Certifikatën se keni, Po s'kemi asnjë gjë. po këtu ka rrezik vi. Jo, po Ku do të kushto? Somales. Pakete malë dhe fotaj. Tu nesër, ku di një ston baktish për një kokësh, a kush del një biznes. Po ju jo më. Po jo, ne vesna një. Pra, ta zhvillojmë Shqipërinë pa shqiptar. Një që, pakete malë dhe ta vahoti nej. I me të sjej ti mali, ky dhe unë, me ato dokumenta që janë aktualisht në të regjistra. Jemi s'na ta thot. Me u tek dikush që kërkon të zonë këtu për investima ku diu çfarë po thuhet. Edhe a me herë trup. Ja këtu. Leto ti thot këtu jam unë. Leto. Nuk pas me ti, se Shqipëria do zhvillohet, Shqipëria do zhvillohet. Pra me merë mu zhvillimin, e jetë dhe tjetër tjerë, me merë mu zhvillimin, e jetë tjetër hotja, po, zhvillohet Shqipëria. Ti e ma pengë, hot tokën tu kotë, se s'ke hasni. Ka zëra për zonën tuaj? Po ka zëra s'ka, halja zëra po vjenin. Një është ka që vjena vash. Jo maroj bregdetin, në që këj maleve, në që... Tu nuk ka se lloj perspektive më. Se administratore që është për mu. Po s'ka drejt asnjë gjë, rrit në rrogën ikët. Ju keni shkuar? E keni bërë detyrën tuaj si qytetari që keni trokitur? Pse era, na vjezor të takojmë në rrugë të rrisim për i flasim për diçka. E ne për i punëtorë mirë magje. E pa matë punëtori me lopate. Nuk e hej do të thotë unë. Nuk e hej do të thotë se ka miq poshtë. Po mirë, okej, ti nuk e heq, po të paktën dali të justifikoj ditën. Do di. Po ne themu si këtu ka marrë punë çdo gjë. Prioriteti jonë të lidhim të gjitha fshatrat me qendrat e njësive administrative dhe t'jenë të aksesueshme për qendrat administrative dhe për të marrë shërbimet e tyre si në qendrat shëndetësore, në njësinë administrative, por edhe për të pasur akses më të mirë për nxënësit e shkollave. Por t'ja sqaruar kryeministrit, për sa rrugë bëhet vlla? Fjalë. 8 kilometra rrugë janë. Deri në Bodin. Deri në Bodin aty ku këtu ju. Po. Janë 8 kilometra. 8 janë. Po pjesë e madhe, 3 kilometra është malori e bëhet. Pra ju atë keni më hall, atë që çfarë fotokartë. Divijohet e rrugës, aja nuk është rrugë me projekt. Duhet dërhyet divijohet. Pra është mundësia për të devijuar në një rrugë me më pak malore? Po e pak dalim me 10 dhe me 7%. Rrugë normale. Të këndit, të Po tyre. këndet, me 7%, hajtë më hajtë. Po jo me 14%. Të vene 20. Pra ju kërkoni urgjente, keni ato 3 kilometra. Ato 3 kilometra janë rrugë e jo. Tjerat këte i banë me zhabar. Ndryshe është rrugë pushore. Nuk metet makina. Ne zhabar i kohos metet aty. Aty nuk në zhabar, dhe dhjeri makina. Ato e doni me beton jo, me asfalt, me Me çaj doni. asfalt do të vijoj rrugën, i u zhabarin. Babe, sa shtëpi kanë ikur familje vetëm këtë vit? Unë kam numëruar këta që kanë njelime, sa ta që kanë ikë si majmen. Si mamen, po. Po, janë 2-13 familje që kanë nga dy si unë. Nga dy. Po. Banorët tjerë që janë nuse, quna, Po. nxanës. Po. Thetash janë larguar parasysh shkollës, Po. parasysh punës, Po. parasysh mirëqenies, po, e tjera. Por nuk janë shkëput takimet ka familja sepse kanë prona. Kanë prona. Jemi tre lagjesh, Bodinja, 3 lagjesh. Po. Ashtu. Në mes ka një kala të vjetër historike, Po. quhet kalaja e Shënmerisë. Po. Është me interes gjithkujt, edhe biles kanë ardhur atje se dikur ka pas qenë një doktor
Arqile Boti, është në Po, gjuhën dhe po. Aje kishte do të premte vizitën atje në Kanak nga Vlora për të vizituar. Vinë edhe sot për bamirësie, ku diu si e Është vendi ndjejnë ata. shenjtë. Është vendi shenjtë. Edhe ai deshi të bëj diçka. Po nuk rroti shumë, edhe di. Pra të hidhemi ke pjesa kuptoj. e jetës në shtet. Po. Ai fshat aty është në mes të Baldushkut edhe thuje këtej Peqine, Po. thuje Pajovës. Pajovës. Asha, në mes të Baldushkut dhe Pajovës edhe ne jemi në mes të aty, asaj qafe, atje. Po. Asha dhe. Kjo rrugë këtu, po të ishte dikush që ti kishte lind ideja, do ishin bom rregullie. Po çfarë si do ishte bom rregullie? Se rruga vazhdon këtu. Po. E Kjo kuptoj. rrugë si që është këtu, po përfundon Pajovë. Po t'ishte interesi qeverisë, nuk do ishin mleth në Sauk, si përmitësi me qera, pa qera, ka që kush mund t'i ikse shkolla, ikse kjo, ikse ajo. Po do ishte Urbani për shembull kilometri 29 e në Pajovë. Pajova në Nasirdas zbret në Baldushk, prap, a ka dhe. Nuk do kishte të keq ky njerëzim këtej për arsye të Pra një rrugë alternative për të lidhur Tiranën, Peqinin edhe Elbasanin. Mesin e hartës të këtij veni për shembull, Tiranë Elbasan. Nuk e ka një interes këtë rrugë këtu përmes, që të mos kishte zbarku në dy krahët, si pjesa këtej nga Elbasani, si pjesa këtej nga Tirana, që qa për Peqin. Ka janë zbarku njerëzit e kanë zbrit sa mu afër në Tiranë. Kur ka një organizim fushate gjëra tjera kështu, bini padrom, bini aty Shkoda, bëjnë zhurma, hukën çaklla, hukën gjavore kështu, pa ajo po vetë aje që gjavorin me hapshat tjesa, është kështu 50 gradë, sa për pjetër. Aje për e të rrugët i 50 milion lek duan, lek vjetra. 50 milion. Edhe bade e rrugët i. Edhe qatë e shatë kosha. Edhe privat. Edhe qatë doja të shtoj tjetër. Ky vend është edhe i pasur, po vetëm se nuk shef kush, se sa i pasur është. Sa ullin ka këtu, se më thanë ka shumë ullin. Ka ullin, unë nuk i kam numëruar, po vejnë ka me hektar. Me hektar? Çdo person ka me hektar ta qush. Mesata plus minus. Ka edhe pemtari tjetër, Po lere tjetër, po kanë mjell Ka ullin. familje që kanë 7 jërojnë. Pastaj ky është i vend të them një herë, ka histori të vjetër. Po kjo duhet shiku, duhet hermu, duhet gërmu, sepse ka vende që quhen, për shembull, siç po them unë Kalaja Shënmëris, pa kanë pas bënu, dikur njerëz të tjerë atje. Edhe jemi ne sot, po pse është transformu? Si ka shkaku? Ka shenja. Gjatë Mali Shënmëris, po është në shenjë mes Shqipërisë mesme. Në mes të Shqipërisë. O, po t'na bëjnë rrugën një herë, pastaj kalojmë ke arkeologjia. Du Mali Xhibris, Jo, du rrugën kjo. Po është për interes, për shembull. E marr vesh brave, Pa të lidhet rruga, Po me ata. kilometri 29. Edhe Pajovë, kjo punës vih për të, nuk vinë, jo tipin, po vinë të tjerë që janë largu. E kuptoj, rivitalizohet komplet Po, zona. vinë, jo tipin. Kjo rruga.